Në një ceremoni të mbajtur në ambientet e Akademisë së Sigurisë u dorëzua certifikata akreditimit të Kolegjit Profesional të Formimit Policor nga shoqata ndërkombëtare e drejtorëve të standardeve dhe trajnimit të agjensive të zbatimit të ligjit IADLES. Ky moment shon në një arritje mallore për arsimin policor në vendin tonë dhe për Policinë e Shtetit në tërësi, tha në fjalën e tij drejtori i përgjithshëm Ilir Proda. Akademia e Sigurisë po shkon drejt konsolidimit institucional arsimor, bazuar në aktet juridike me frymë euro-atlantike dhe perëndimore. Këtij vizioni i shërben edhe akreditimi i Akademisë së Sigurisë dhe programeve mësimore të formimit profesional në sistemin e IADLES, ku aderojnë 77 akademi policore profesionale. Padyshim për këtë jemi falënderues dhe mirënjohës për angazhimin serioz dhe plot përkushtim të drejtuesve të programit i citat. Nëse bëjmë përpara gati 30 vjet dhe sot Akademia e Sigurisë së Shqipërisë për herë të parë ka nderin të ketë akreditimin nga shoqata ndërkombëtare e drejtorëve të standardeve dhe trajnimit të zbatimit të ligjit. Ky akreditim certifikon që zbatimi i ligjit në Shqipëri po trajnohet sipas standardeve më të larta të më shumë se 30 vendeve anëtare të shoqatës në mbar botën, përfshirë Shtetet e Bashkuara. Përmbushja e këtyre standardeve bën Shqipërinë një partner më të fortë sigurie për Shtetet e Bashkuara. Akreditimi ndërkombëtar i Kolegjit Profesional të Formimit Policor do t'i shërbejë drejtuesve, stafit dhe studentëve si një motiv i lartë për të vijuar me angazhim maksimal rrugën e profesionalizmit dhe bashkëpunimit ndërkombëtar për forcimin e sigurisë publike.